Konsumoni vezë çdo ditë dhe do mrekulloheni nga ajo çfarë do ju ndodh. Ne zakonisht konsumojmë mish, peshk, vezë, djathë, qumësht dhe bishtajore të thata për të marrë sa më shumë proteina. Specialistët nga ana tjetër pohojnë se veza është produkti më i pasur me proteina dhe i përdorur më shumë nga trupi. Pas saj radhiten mishi i pulës, mishi i kuq, djathi, qumshti, kosti, bishtajoret e të tjerë. Krahas kësaj, djathi kaçkavall bën sigurisht pjesë në grupin e djathit të yndyrshëm dhe është një burim i mirë i kalciumit dhe i zinkut. Megjithse djathi i bardhë është i pasur me kalcium, ai është një burim i mirë i vitaminës D. Personat të cilët kanë probleme me peshën nuk duhet të kalojnë masën në konsumin e dy llojeve të djathit. Prandaj sigurisht veza mbetet ushqimi më i sigurt dhe më i rekomanduar.